A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë me podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Shikues të nderuar, sot kam nderin ta kem një mysafir nga Tirana, një intelektual, bëhet fjalë për vllahun ton Roald Hysa. Aldo, mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm këtu në Shkup, është kënaqësi e madhe të jemi së bashku në këtë emision. Faleminderit shumë. Si po kalon në Shkup? Mrekulli, çarshia është me të vërtetë e mrekullueshme. Ashtu e kishe postuar edhe në Facebook, po. Po, tamam. Edhe herë tjera që kam ne në çarshi jemi kënaq, domethënë biles ka qenë vakt Ramazani dhe ka qenë kënaqësia, ka qenë e 2 fisht dhe 3 fisht madje në çarshi edhe ta gjenosh edhe ti je aty të banosh të marrësh pjesë pra në ato veprimtari të asoj kohë që patëm me kohën e Ramazanit. Po. Alhamdulillah. Aldo, të thras Aldo, sepse ashtu më ke ofru afërsien. Po, tamam. Gjithmonë kur vinë në Tiranë, faleminderit publikisht që na më kpret. Dhe kalojmë çaste të mira. Temat që do ta diskutojmë është komunizmi në Shqipëri. Përndryshe Roald Hysa, zotriu i dashur, me këtë temë mirë gjatë kohë apo jo? Po, unë studiuesi kësaj. Jam studiuesi kësaj fushë. Po. Historia nis në vitin 2012 faktikisht. Unë jam qysh për vitin 2010 sekretari i Forumit Musliman të Shqipërisë. Po. Në festimet e pavarësisë të vitit 2012, shteti asaj kohe 100 vjetori. Po, me rastin e 100 vjetorit dekoroi shumë njerëz. Vetëm asnjë nga hoxhallarët e mëdhej, pra që kishin dhënë kontribute për ngritjen e shtetit shqiptar, nuk mori një dekorat, një mirënjohje nga shteti. Dhe ka shumë hoxhallar të tillë, nuk e nis po përmend me që jemi në Shkup, po përmend Hafiz Sherif Langun, i cili ka qenë reis ulema i Shkupit dhe pastaj u bë kryetar i komunitetit musliman për gjithë trojet shqiptare. Në kohën e 42 deri në 45, kur kohë pastaj në 45 edhe arrestohet nga regjimi komunist. Dhe kjo mungesë asaj kohe më shtyu dhe vrisja mendën që si ka mundësi që hoxhallarët ton nuk e kanë kundërshtuar komunizmin. Ashtu mendojsha për momentin nga që nuk i kisha hyrë studime thellësisht. Ndërkohë i hy studimeve dhe shoh që hoxhallarët jo vetëm që kanë folur kundra komunizmit, por kishin dhënë edhe një kontribut të jashtëzakonshëm deri në 1944 për ngritjen e shtetit shqiptar. Nga hoxhallarët e parë që me të vërtetë kanë folur dhe kanë qenë tamam aktiv, ka qenë Hafiz Ali Korça. Atëherë, nëse më lejon, mund t'i them patjetër. 4 vargje. Patjetër. Bolshevizma spajton kurrë me dinin e Muhamedit. Çelët do ta kenë luftën deri në ditën e Kiametit. Allahu Akbar. Këto i kemi amanet nga Hafiz Ali Korça, është një libër pamflet politik, njihet në si gjini letrare, po themi, bolshevizma shkatërimi i njerëzimit. Ka denoncu bolshevizmin, komunizmin dhe gjithë ato që ka bërë komunizmi qysh në vitin 1924. Na trego pak më shumë për Hafiz Ali Korçën, të lutem. Po. Hafiz Ali Korça është një nga alimët e mëdhej që ka pas komuniteti musliman, qysh në kohën e Perandorisë Osmane, formuar në shkollën e Perandorisë si alim, nuk ka fush të shkrimit që ai të mos e ketë lëvruar, qoftë gazetari, qoftë fe, deri dhe astronomi, për çështjet e fexhrit, agimit, pra se fexher, ka një nga termat që më kujtohet tash që kam përdor. Dhe ishte në gjendje pra edhe kalendarin e tjerë do ta formulonte një kalendar. Duke qenë se ka qenë shumë aktiv në politik, ka qenë aktiv me arsimin shqip, ka qenë partizani i gërmave latine në asë kohë. Po. Debati më i madh i kohës deri në vitin 1912 kur kriju pastaj shteti shqiptar ka qenë pikërisht ky, kush është me gërmat latine dhe kush është me gërmat arabe. Por duke qenë
se si Hoxhu tregu më larg pamës se pa që zhvillimet që po vinin i takojshin një periudhë të ndryshme nga ajo që ne e përjetuam, se ne u shkëputëm në 1912 përfundimisht me Perandorinë Osmane. Ai u tregu larg pamës në këtë drejtim, edhe ndihmoi shumë në çështjet e arsimit. Ka qenë në shkollën e Korçës, ka dhënë mësim atje, në shkollën e vajzave që u hap në Korçë për herë të parë. Ka pas përplasjet më të mëdha i ka pas me John Turqit. Se John Turqit ishin ata që e futën frymën e një centralizmi të rreptë në Perandorinë, ndërkohë që Perandoria Osmane ka qenë multicentrike me shumë qendra. Ata futën frymën e unicentrizmit. Pra, çdo gjë do të vinte nga Stambolli dhe Stambolli do të diktonte gjithçka komplet në mënyrë uniforme. Ndërkohë që zhvillimet e Perandorisë Osmane deri atëherë ishin kishin qendra si ishin Shkupi, Prishtina, edhe ju kishin vetë qeverisjen e tyre, kuptohet në bazë të ligjeve osmane që ishin të zhvilluar asa kohë. Hafiz Ali Korça mas ngritjes së shtetit shqiptar ka qenë aktiv në këtë drejtim. Ka qenë edhe në 1923 kur formua komuniteti musliman, ka qenë në stafin e lartë të komunitetit musliman, është themeluesi i medresesë së Tiranës. Pra ka shumë aktivitet në këtë drejtim, ka edhe nga pikpamja e shkrimeve ka, siç e thash, bolshevizëm, por ka edhe shtatëndrat e Shqipërisë ku flet edhe aty flet për bolshevizëm, po flet pak më shkurt. Pse është poem në vargje ajo. Nuk është si bolshevizma që është si pamflet, në formën e pamfletit. Në 1929 Ahmet Zogu, duke ndërmarr ato reformat e veta pasi ishte ardhur mbret, largon nga drejtimi i komunitetit musliman, edhe Hafiz Ali Korçën edhe komplet stafin e vjetër që ishte me në krye Haxhive Bidibrën, që ishin kokat më dhaja dhe ato alim të ndej kanë qenë. Ky është dallimi i para 44-s me mas 44-s. Kompleta hoxhallarët kanë qenë dora që kishin marrur në Perandorinë Osmane në Stamboll dhe ishin jashtëzakonisht të përgatitur. Edhe hoxhallarët e Shkodrës kanë qenë shumë. Hoxhallarët e Shkodrës. Kanë qenë shumë janë nga ana fetare, ato mund të ishin në gjendje me ngrit medrese vetëm. Ishin me deriza. Atëherë, Roald, si ndikoi ngritja e regjimit komunist në Shqipëri mbi institucionet fetare në përgjithësi? Regjimi komunist në Shqipëri njerë do të thonë që erdhi si pasojë e ndikimit internacionales komuniste në lëvizjen komuniste shqiptare. Por kanë qenë dy rryma që diktoheshin para themelimit të Partisë Komuniste në 1941, ka qenë një grup arqeo-marksist që ishte me ndikim nga komunistët grek, por që ishin më teorik dhe më jo të terrenit, dhe për fat, domethënë vjen edhe këtu kanë qenë internuar në Peqin Miladin Popovici, dhe pas erdhi dhe Dušan Mogosha, dy të dërgumit e Partisë Komuniste Jugoslave në Shqipëri, të cilët nuk ishin ideolog por ishin njerëz të aksionit. Pra dhe mbritën që ta fusin nën kontroll Partinë Komuniste që e themeluan po vetë ata. Në 44 komplet forma e regjimit u diktu nga emisarët jugoslavë. Saqë nisi edhe bashkimi doganor, bashkimi ekonomik me Jugosllavinë, por për arsye në 48-ën, për arsye se Stalini me Titon patën disa divergjenca filozofike marksiste midis tyre, u prishën me njëri tjetrën dhe në këtë moment Partia Komuniste e Shqipërisë mbajti anën e qendrës së të Moskës dhe shpëtoi, po themi Shqipëria në thonjza shpëtoi pa hyrë në Jugosllavi. Se ka pas gjasa që ne mund të ishin bërë jo Kosovë, po Republika e Shtatë ish Jugosllavisë. Duke qenë se po themi drejtuesit komunist shqiptar nuk ishin aq të zotët dhe u mbrit që
divizioni i mbrojtjes popullit, quajt në fillim dhe në bazë edhe të formës që kishte UDB-ja Jugoslave, u ngrit, ka qenë një luftë e hapur që në fillim me fenë, me të gjitha fenë në të drejtim. Mirë po përfituan shumë nga konjunkturat politike, sepse mbarimi i luftës së dytë botërore, në 45-ën, ju dha dorë të lirë që ti etiketojnë të gjithë kundërshtarët e tyre, pa dallim, qofshin to prithrin, qofshin hoxhallar, qofshin politikan, ti konsiderojshin si bashkëpunëtor të nazifashizmit. Dhe nëpërmjet gjyqjeve të montuara i zhdukën pjesë më të madhe të elitës duke e futur në këtë drejtim. Edhe Hafiz Sherif Langu për shembull me këtë ide është dënu, se ka qenë kryetari i komunitetit musliman gjatë kohës së fashizmit dhe nazizmit. Prandaj u kap dhe u arrestu. U arrestu dhe u dënu më pas. Nuk bëri shumë vite burg sepse kishte emër të madh. Nga që kishte qenë Reji Sulema, kishte qenë në Vlorë së bashku me Haxhi Vidibër ngritën flamurin në Vlorë, kanë qenë të dy bashkë. Ka pas edhe hoxhallar të tjerë që e kanë përkrah ngritën e flamurit në Vlorë, ka qenë një hoxh nga Gjirokasa që më kujtohet tash, Veli Haxhi. Veli Haxhi. Emrin. Është ato. 60% e atyre që ngritën flamurin në Vlorë janë pjesa muslimane. Aty është rënë dakord që shteti do të jetë pak a shumë neutral në çështjet e fesë. Aty është dakordësia e parë, po jo shumë e qartë sepse nuk ishte akoma i qartë statusi i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, e cila u zgjidh shumë vonë, domthonë në 13-ën e dimne që u vendosën kufit e Shqipërisë sotme, në 15-ën u dëmtuan dhe një herë mirë po për fat me mbarimin e luftës së parë botërore u ra dakord që kufitet e 13-ës të jenë në fuqi dhe jo të 15-ës, traktati i dytë i Londrës në 1915-ën, që u denoncua edhe nga Bashkimi Sovjetik i kohës si në dëm të zgjidhjes së vendvendosjes së popujve, etj. Dhe që aftësia pastaj e Sat Pash Toptanit, i cili jam mbriti të marri premtimin nga presidenti Amerikan Wilson për çështjen e Shqipërisë që të mbetet në kufit e 13-ës, edhe jo në 15-ës, se 15-a i binte që ishte vetëm Shqipëria mesme, Po. për të rënë më shkurt. Tash i vim se po flasim për 44-ën. Po. Atëherë, në 49-ën shteti bën një ligj të ri, pra nxjerr për komunitetet fetare dhe i detyron të regjistrohen zyrtarisht me një status të ri, vendosin një status të ri për secilin komunitet. Po fillimi i luftimit. Po, fillimi ka në 47-ën kemi rastin e medresës që nuk është folur shumë fatikisht. Një vit medresa ka pushuar së punuari sepse u ndërmori një reformë në arsim e cila e detyron të gjithë popullsinë të alfabetizohej ose lufta kundër analfabetizmit. Mirë po ja njifte shtetit kryesisht arsimimin, pra në luftë kundra komunitetet fetare. U mbyll medresia, mirë po aftësia e kryetarit asaj kohe Musa Ali Bashës, Hafiz Musa Ali Bashës, i cili duke qenë se kishte goxha ndikim në krahun e komunistëve, mbriti ta marrë medresën gjallë. Por shteti çfarë bëri? I detyroi komunitetet, i thoshte komunitetarë që shteti mendon për ju dhe ne do t'ja japim subvencionet juve. Pra do të mbajmë ne me para. Qartë. Kupton? Mirë po, parat për çdo vit subvencione shtetërore për çdo vit paksoheshin, nuk shtoheshin. Me gjithë nevojat që kishin komuniteti musliman, domethënë për me pagu imamllarët e hoxhallarët që kishte në dispozicion. Pra ishte e qëllimshme, ishte për ta luftuar dhe jo për ta ndihmuar. E dyta që nga reformat e mëdha që dëmtoi komunitetin musliman ishte reforma agrare. Megjithëse me ligj ju lan mundësi të kishin toka, por pjesa më të madhe të tokave vakuf, pra që vakuve që kishin toka që i mbillsin dhe i përdorte xhamia apo miftinia i përdor për nevojat e veta më pas, ato paksun të gjitha ja u morën dhe ja u dhan fshatarëve. Pra ishte një reformë
që e dëmtonte. Asnjëherë në mënyrë publike nuk u përdor fjala luftë kundra komunitetit musliman. Qartë. Nuk u fol. Ndërkohë që me të krishterët, sidomos me pjesën katolike, patën probleme të mëdha, sepse ja u kishin frikë nga që hierarkia e tyre është e varur krejtësisht nga Vatikani dhe lidhet që mbajshin me Vatikanin ato i konsideroheshin të rrezikshme dhe përpasoj pjesa më e madhe e katolikëve prandaj janë vrarë dhe janë dëmtuar. Nga komunizmi. Nga komunizmi. Një nga arsye se normal edhe feja që kishin ato përbënte problem se kishin ndikim popullit ato te populli vet katolik. Por për çështjen zakoneve etj që gjëra që dihen. Lufta kundra fesë ka qenë për të gjithë njësoj. Pra, ka qenë mirë, po kur vinte puna te propaganda, ndryshonte pak sepse krishterët kishin zakonet e tyre, muslimanët kishin zakonet e tyre. Me muslimanët kanë pas probleme me gratë për shkak. Lufta për emancipimin e gruas ka qenë edhe luftë kundër komunitetit musliman dhe ndikimit që ka pas te gratë popull. Kryesisht ka qenë te mbulesa muslimane, të cilët sidomos perçën pa diskutim, po edhe për mbulesën, ju mundun ti zhvishnin. Edhe një nga reforma ka qenë edhe për veshjen. Pra i detyruan popullin veshjet e çame kanë qenë shumë të bukura, kanë qenë tumane quhen ato, në formë dimish. Nuk e di si e thoni ju. Në formë dimish dhe kanë hishin një pelerin të madh që u mulojshin. Edhe i thoshin çan këto veshje, këto janë veshjet e turkut. Kështu Enver Hoxha ka fol në për këtë gjë. Këto janë veshjet e turkut, nuk janë veshjet tona. Tonat nuk janë kështu edhe i detyruan që të vishishin ndryshe. Pra me ligj. Është një rast në një histori për shkakun që më kujtohet, e tregon një vlla jon për gjyshin e vet. Po. Këto janë çamët që u deportuan nga çamëria dhe erdhën dhe vendosen në Vlorë. Qartë. Edhe kjo gruaja ishte njëri fetar, domethënë u veshte me tumane, u veshte me dhe kur ditën nga shtëpia i dile një sekretar partie. Ç'është kjo veshje? Ç'e veshur kështu? Ç'a e bën kështu? Ai thoni i bën depresion. Sa i shkretët. Të e zurit të merrit me dal nga shtëpia se do ditë ky tjetër dhe i vinte edhe turp se thoshte në atë kohë të vinë një burr nga mbrapa. Edhe problem. Ç'është ky që i shkon nga mbrapa kësaj? Dhe thonë edhe u vën ciklet madhe shkreta dhe e mallkon. E mallkon i thot u të shtyp një rrot makine i thot. Opa. E mallkon. 2 makina kishte Vlora, njëra nga ato e ka shtypur. Allahu Akbar. 2 makina kishte Vlora, një. Merë që sa makina kisha sa kohë. Donë zoni mallkimi. Kto kanë qenë, donë pak a shumë, domethënë kanë qenë kundër mbulesës ai sekretari i komunizmit. Po. Ajo motra nëna jon e ka mallkuar. Po. Dhe e ka zënë subhanallah. Interesant, gjëra. Edhe në domethënë lufta ndaj fesë. Ende jemi te kjo tema lufta ndaj fillimi, po. Nga komunizmi. Është ky poeti, po më kujtohet emri tash. Si ndikoi ngritja e regjimit komunist në Shqipëri mbi institucionet fetare në përgjithësi. Këto një pjesë hoxhallarëve tash të kalojmë te pjesa e persekutimit. Persekutimit. Në Burg në të kohë përfunduam një pjesë e madhe hoxhallar veteran, ka qenë Hafiz Ismet Dibra në Burg, drejtori i medreses, që është goditje me nga ka qenë me origjinë nga Dibra ka qenë Dibran, prandaj kishte mbiemrin Trisin Dibra. Plus ka qenë mësuesit e tjerë të medreses me Hafiz Dalliun dhe disa të tjerë që kanë qenë në medreset të cilët u arrestuan dhe aty u dha goditja e parë medreses. Se këto ishin Hasan Tasini ishte për shumë mësuesi Kuranit, ishte shumë i përgatit. Haxhi Mahmud Dashi ka qenë profesor në medrese, ishin njerëz që kishin rrytbe shumë, ishin alima të përgatit. Kupton, kishin dhënë për vendin. Për shembull Hafiz Dalliun e shkretë e rrifnin. E torturonin në etoesi. Edhe i shkon një herë, e kanë shkullë dhomën me darë, me pinca, një. E i shkon i hynë mrena për me e torturu. E ky me humor i thot, na me babën i thot.
në kamet edhe i dhëmball të fundit fare. Ma shkullin dhe ato mbonin nerit. Me humor Hafizi, edhe me jetën atë gjendje që ishte, ka pas shumë humor. Është një rast tjetër që e ka tregu një nga ishtë burgosi politik, quhet Ibrahim Hasnai, ka qenë sekretari i kryegjyshatës Bektashiane në Tiranë, dhe ishim bashkë në Burga, e ka tregu si rast të. E marrin Hafiz Dalliun se kur i torturojshin, jo thjesht i rrifnin, po mundoheshin t'i poshtrojshin edhe moralisht. Edhe ç'bëjnë, marrin Hafiz Dalliun, e ulin, marrin edhe Irinë Banushin, kryepiskopin ortodoks të Shkodrës, i ulin ballë për ballë njëri tjetrit. Marrin kapelën e këtij priftit ortodoks dhe vin Hafizin në kokë. Tak, dhe marrin çallmën, po ka pas një qelesh Hafizi shkret. Është një foto që e kanë vënë në qarkullim. Foto quhen foto sinjaletike ato. E marrin atë dhe ja vin këtij Irinë Banushit. Priftit. Ja vin priftit. A u kënaqet tash? I thot ky prifti, thot, e kam për nder, thot me majt, thot, këto të Hafizit, thot. Kurse Hafiz Dalliu thot, ai është vllai im, thot, nuk kemi probleme një tjetër. Nuk më rritën me ky hiku, ky Bilklos e kanë quajt këtë kapiteni i sigurimit ka qenë ai. Ka qenë me famë të keqe shumë. Edhe nuk më rriti me i poshtru. Mi pa Hafizi u smu i shkreti, domethënë edhe masi 5 vjet e pak burg e nxorrën nga burgu, akuzat ordinere, keni dëgjuar Radio Londrën dhe keni dëgjuar Radio Ankaran. Ky ishte problemi më i madh, domethënë që me dëgjuar Radio Ankaran e Radio Londrën. Tash ato e gjithë jetën me politikë ishte marrë shkreti, nuk ishte marrë. E kishin në përburgje edhe thoshte burgu më i keq që kanë provuar është burgu i komunistëve. Se edhe në kohën e Xhon Turqve e kanë përsekutuar Xhon Turqit Hafiz Dalliun për çështjen e shkrimit shqip. E kush ka qenë Hafiz Dalliu? Mendoj nga ka qenë. Ai është në Tiranë, nga Tirana, ka qenë vllai i vet Fadili, mos gaboj emrin, ka qenë me shkollim në Stamboll dhe ka marrë që të shkollohet në Stamboll. Ai është në Stamboll ka rënë në kontakt me rilindasit që i themi ne në sot, atje që punojshin për Shqipërinë, për me ngritë Shqipërinë, edhe është nga patriotët e Tiranës. Allah e mëshiroft. Ka qenë penë fort, ai është edhe ka pas një gazeta Dajti, që ka dalë nga 1923 deri në 1926, rreth 3 vjet, ka qenë një nga gazetat më të mira të kohës, por Hafizi në atë kohë ka qenë i arrestuar me partinë e Avni Rustemit edhe të Fanolit, dhe për atë shkak Ahmet Zogu ja mbylli gazetën, mirë por nuk ja ndaloi veprimtarinë. Interesant është se Hafiz Dalliun e ka ndihmuar Nana Sadie, e mama Ahmet Zogut, e ka subvencionuar 8 libra që i ka të deklaruar nga vet Hafizi, që ka te Udha Muhamedane ka këtë poshënim që thotë që 8 libra të mit janë bërë me franga ari për me ndish diçka ai aty, pra nga Nana Sadie. Dhe ajo e ka ndaluar edhe Ahmet Zogun që ta persekutoi Hafizin, që mos thotë biles është fat në fatkeqësi. Po, nuk persekutime tjera nga Hafiz Ali Korç humor i shkreti e lan kavaj mes rrugës e kanë lënë aty. Në strug. Në rrugë aty ka qenë ditë shiu, ditë siç më kanë treguar. Era me i valizhe dhe kanë dalë, po kavajsit janë njerëz shumë vetar dhe njerëz shumë të mirë. Kanë dalë dhe e kanë marrë, e ka njoft dikush dhe e ka marrë në shtëpitë vet, dhe e ka marrë, e kanë dëbuar nga Tirana së kohë. Kanë vujt, edhe fëmia e Hafiz Ali Korçës kanë vujt nga regjimi. Janë persekutuar, mas 90-s kanë filluar me marrë frymëlirisht, domethënë si gjithë shqiptarët e tjerë. Janë njerëz të respektuar edhe sot e kësaj dite, ato nipat edhe stërnimat e Hafiz Ali Korçës në Durrës jetojnë. E kanë ndihmuar biles ato, kanë dhënë edhe emrin, e kanë dhënë Hafiz Ali Korça, një fondacioni që menaxhohet nga komuniteti musliman. Ka tjerë, siç e përmenda, ka i pari që është dënuar, nuk më kujtohet emri tash me thënë drejtën, i pari që është dënuar me ligj edhe me vdekje është një hoxh nga zona e Tropojës, mos gaboj, ose e Kuksit, zona e Kuksit.
janë 19 figura të komunitetit të larta të komunitetit musliman që janë vrarë ose kanë vdekur në përburgje. Kujtojmë këtu Hafiz Xhemal Naipin, rahmet pas, i cili është kryetari i parlamentit 1920-s, ka qenë shumë i zoti, ka qenë alim i madh dhe njëkohësisht ka qenë dhe në gjendje me bë një kushtetutë tërë. Pra thashu, kemi rastin e Hafiz Xhemal Mullait, i cili u përsekutua në mas 44-s, nga përsekutimet u detyroi që kishte një bibliotekë fantastike e dha medreses. Edhe ajo bibliotekë, pastaj biblioteka e medreses u doqë gjitha në 64 nga komunistat, dhe është një tmerr i madh. Vetëm biblioteka rreth bibliotekat e hoxhallarëve që kanë pas hoxhallarat private, që janë në 67 që janë shkatruar, pastaj nuk e keni idën çfarë dëmi është bë Islamit edhe gjitha asaj pune që kishin bërë të hoxhallar, por me majt Islamin gjallë, se Islami nuk mahet me xhamat, mahet me libra, mahet me alim. Alimet e mëdhej, ato japin drejtimin Islamit. Nuk ja japin dot xhamatit. Xhamatin ne jemi xhamat, ne ndjekim hoxhallarët ton. E qartë. Prandaj u sulmu edhe klasa hoxhallarëve. Shoqërimi Miftiu, ish deputet i kohës Zogut, u vra me grupin e deputetëve. Ish edhe i Mifti i Peqinit ka qenë. Në Korçë ka pas edhe disa hoxhallar tjerë tash që janë arrestuar vonë në vitet 70 se kishin rujt si duket revistat dhe ja u jepshin njerëzve me lexu diçka për Islamin apo për fenë diçka. Edhe kjo ishte agitacion e propagandë, ka bënë 18 vjet burg. Jo vetëm 44, por ka vazhduar arrestimet dhe dënimet kanë vazhduar deri vonë, kanë vazhduar. Sabri Koçi Sabri Koçi ka qenë biles historia e Sabri Koçit është shumë interesante, e pamë që unë kam pa dosjen e tij gjyqësore. Nuk ka pranuar asnjë nga akuzat që është bërë, sepse e kanë akuzuar për vjedhje dhe dëmtim të pasurisë socialiste. Do të thashë çfarë bën, duke qenë se mbaroi, po thjesht flitë Hafiz Sabri Koçi është dënuar në 66. Edhe nga pikpamja e armiqve të popullit, këto i kishin marruar kontingjentin e parë, pra që ishin deri në 60-ën që u zhdukën klasat e përmbysura që i quajshin priftrinjtë e hoxhallarët, kishin hyrë një pjesë e madhe në përburgje. Tash po kapnin pjesën e dytë, po si donin, si mund të bënin që t'ia nxjishin nga zemra pra fen njerëzve, atëherë ti akuzojnë për hajdut. Pandet si propagandë. Bëjnë propagandë, po biles një studios është marrë dhe me Hosteni, është një revistë satirike humoristike që dilte asaj kohë, që tallesh si tallesh me hoxhallarët. Për me stigmatizu, për me përçmu hoxhallarët, që këto janë nuk marrin vesh, këto nuk din. Filmi i parë shqiptar është pikërisht me një që nuk pranon një po themi hoxha besimtar që thotë jo nuk bën mjeku. Asnjëherë në Islam nuk është folur kundra mjekësisë. Po, da. Ne nuk kemi pas parim hoxhallarët kundra mjekësisë ose kundra shkencës, nuk ka pas lidhje. Po, da. Biles të zhvillimet më të fundit të shkencës, edhe te Zani Nalt, që është revistë e viteve deri në 39-ën, edhe te kultura islame që ishin vend. Zhvillimet më të fundit. Pra nuk do të them propagandë anti-islame edhe në filma. Anti-fe, kjo i gjithë. Alo, a kishte ndonjë periudhë ku feja islame toleroi përkohësisht gjatë komunizmit, apo ishte represion konstant? Ja, ka qenë represion konstant. Presioni ka qenë konstant kundra komunitetit musliman që u shkatërru, kundra hoxhallarëve në veçanti, janë ndërprer se vendimi i vitit 1946 për çështjet e arsimit ndalun komplet me tepet. Pranë xhamive i ndalun krejt. Edhe shkojshin i kapshin pse ju jep mësim. Mësim o në medrese ju thoshin ose do shkonin në shkollat tona. Nuk ka mësim në xhami. Janë dy hoxhallar të Elbasanit, nuk po më kujton emrat tash, të cilëve i kam lexuar dosjet edhe që ju shkojshin qëllimisht, domethënë.
Ose për shumë rastin e medresës që e përmenda në 47-ën e luftuar, po pastaj çfarë bën? Fillon duke ja paksu ato edhe mësuesit ja u futën në përburgje, medresa ra nga niveli, çojshin fëmijët vegjël, rrugaçi i themi ne, dhe shkojshin thyshin xhamat e medresës. Qëllimisht. Ja u çojshin. Dhe shkonte Sadik Bega drejtori, bënte ankesa në komisariat që na ka thyer xhamat. I gjeshin ato fëmijët tu i bë presion me të mirë, ku me të keq, që mos na thynin xhamat, mos ashtu. Nga një medrese që kishte një tuf me pedagog me alima, përfundoi që 2-3 veta ishin mësues aty. Pra deri në 64, pasi që erdhi dha fund fatkeqësisht Sulejman Mirtoi dha një urdhë që të mbyllet medresja. Kryetari i komunitetit musliman ishte asa kohë ky zotnia fatkeqësisht për të, domethënë, që ka firmos disa urdhra që edhe sot e kësaj dite domethënë shteti mund të thotë që i ka firmos kryetari i komunitetit musliman, po s'është e vërtetë sepse ai ka firmos në dhun ato. Po, në Ka presion. qenë në presioni. Pra ky ka qenë presioni i vazhdueshëm. Për shembull Esad Miftis, rahmet ku i ka rënë shpirti, ka neti 6 muaj e pak neti kryetari i komunitetit musliman, edhe i bëjshin presion që ky të firmoste gjona dhe e pan që ky nuk bashkëpunonte. Kishte qenë në burg më herët. Ka qenë në burg. Një alim që vetëm bibliotekën që kishte në menaxhim, domethënë ishte 5-6.000 volume, libra të ndryshëm. Biblioteka e cila pastaj u mor dhe u fut në bibliotekën e Shkodrës, bibliotekën kombëtare të Shkodrës. Çfarë i bën? I vran djalin. Ja vran djalin dhe e prekën atje ku ashtu, edhe u detyrua dorëheqjen pastaj. Ja vran djalin gjoja aksidentalisht, po ka qenë një ashtu domethënë një këto kanë qenë çdo lloj kanë përdorur çdo lloj mënyre represioni, presionesh, intriga kundër fesë, kundër ashtu. Më intereson, është një video shumë e popularizuar që ka mbet duke prish minarën e xhamisë. Po, është ndurrëse. Po, ka mundësi pak një shtellim xhamit si i kanë prish, subhanallahu. Vallai, nga ato se un kam lidh dëshmi të ndryshme nga besimtar që i kanë përjetuar atë kohë, që kur i kanë prish xhamit kanë qenë me të vërtetë një Piles kur tregonte ishin xhamati, ka qenë xhamis Pazarit të ri, Shaban Kurti, rahmet ku i ka rënë shpirti, e tregonte edhe kur ka prish një nga xhamit aty. Tiranë? Shumë emocionu. Janë emocionu. Megjithëse unë jam prezi mrap, po më falni. Jo, s'është problem, sigurisht emocionet muslimani. Tregonte shketi se sa keq e kishte përjetuar atë prishjen e xhamis. Mos gaboj xhamia Bërxollit ka qenë aty. Është quajtur nga xhamia e vogël, lagje. Edhe ky kishte qenë diku duke punuar se rroba qeps diku aty afër. Mezi i kanë prish. Ose xhaminë e Kavajës. Kur kanë prish xhaminë e Kavajës të qendrës, se kjo ka qenë edhe ajo poshtërsia e këtyre komunistëve. I prishën në mezi kanë prish, kanë qenë shumë të forta, ndërtimet cilësore janë bë në kohën e se janë nga 200 vjet xhami. Edhe në Tiranë, xhaminë e Sulejman Pashi, që xhamia themeluese, ajo u dëmtu gjatë luftës së dytë botërore, por shkaktarët kryesor që u bën që të dëmtohet xhamia e Sulejman Pashi kanë qenë vetë brigadat partizane. Se me demek ju pengonte këndvështrimin se në qendër ishte një fortino, një bunker i madh gjerman që ai i mande në kontroll gjithë bulevardin dhe këty në ju prishte vizionin. I prishën edhe çfarë bën? Më falni për shprehjen, ndërtuan mbanja kur njerëzit shkojshin edhe në xhami. Po aty ku ka qenë xhamia, edhe në Tiranë, edhe në Kavaj. Pra me të poshtru sa më shumë edhe besimtarët e kanë përjetuar emocionalisht ata. Ja, s'kan mujt asgjë më vonë. Kanë një pjesë ka pas disa ka qenë një Sulejman Kodra nga
nga fshatrat e Tiranës, kur kanë shkuar me marr xhamin, ai ka hyrë me disa besimtarë, kanë kundërshtuar. Pastaj ka pa që nuk ja del dot, ka ndej 2-3 ditë i mbyll në xhami, nuk ja del dot, ka thonë mirë, më jepni një letër që kur të po të hapen ta rimarrim ne përsëri. Ja u ka marrë me dëshmi. Ai është tregu i fortë shumë, po s'kan pas çfarë më bëu. Kur kanë shkuar në një fshat tjetër Bulqesh, edhe aty kur kanë shkuar me aksionistat, kështu kanë pas me brigada trinj i përgatisin, i çojshin, edhe kur kanë shkuar me kanë filluar me prish minare, ato i është ngrit gjithë fshati, i ka rraf. Ka rraf dhe i kanë përzon deri në rrugë. Bulqeshi është pranë rrugës, po themi as 1 kilometër nga rruga kombëtare e sotshme që shkon që vjen rruga e Veriut, rruga e Shkodrës. Është në një fshat Seferaj. Në Seferaj është mbyll feja, po themi në 68-ën. Kanë falë edhe xhuman e fundit. Ato kanë qenë aty këto hoxhallarët, kanë dash me arrestu. Ka shu siguri ka marrë gjithë fshati, ka thonë që ne i kemi detyruar këta me na fal Baramit, ju s'keni drejt me arrestu këto. Dhe kanë heq atë për durësh, ato 2 imamët që kanë udhëheq. Njëri ka qenë ish muftiu edhe i Durrësit dhe i Korçës. Refik emrin e ka pas. Edhe mirë po ka qenë nga fshati, edhe e patën kthy atë, domethënë nga Korça e patën kthy si në internim, e patën internuar në fshat vet prap. Domethënë ja hoqën për durësh. Po. To vet fshati. Pastaj këto ku me forcë, ku me butë, ku me të mirë, derisa i mbyllën dhe edhe pastaj u ndalu e gjithë feja. Po. E pastaj si është praktikuar feja kur ka qenë 100% ndaluar, represioni i madh. Si kanë fal namaze, në ngjarje, në sen agjerimi, Ramazani, Bajrami. Mbas dalimit përfundimtar ka pas shumë vështirësi. Një pjesë e madhe e hoxhallarëve u vetë izoluan nëpër shtëpia, nuk dilshin më, sepse për arsye publike u ndalu veshja me xhype me çallme, nuk mund dilshin. Për shembull Hafiz Sabiri Bushati, rahmet ku i ka rënë shpirti, ka qenë muftiu i Shkodrës, ai për pak kohë ka qenë. Ai i kërkuan që ta hiqte, ai nuk pranoi edhe nuk doli nga shtëpia. U bënte gati ditën e xhuma, u lante, bënte ato adetet e xhumas, u vishte me xhype më ashtu, shkonte te dera e thoshte o Zot, më fal, thoshte se këto nuk m'lejnë. Edhe u kthente mbrapsht. Deri ditën që vdiq. E bëri këtë gjest, domethënë që me tregu njëci Imam Ebu Hanife në burg kur ka qenë. Edhe ai çdo xhumo është vesh, është rregullu deri te dera e burgut, e thotë unë e bëra timen. Po ashtu thosh edhe Hafiz Sabria, rahmet pas. Nëpër qytete ka qenë shumë e vështirë, kanë rrit me vështirësi. Ka pas Haxhi Liku ka qenë muezini i xhamisë tonë, e dishin të gjithë që ai falej. Edhe nuk çante kokë fare. Normal që nuk u falte në sy të tjerëve, se spionët mund ta gjithandej spion, kishte spion. Por ai dihi. Ka qenë Hafiz Shaban Salia, rahmet edhe ai, se tash kanë qenë shumë Allahu mëshiroj gjithë. Amin. Edhe Hafizin e dishin të gjithë, dhe kur e shifshin që ai këndonte me vete Kur'ane, se ka qenë Hafiz Kur'ani, a bënte zikër, a bënte diçka, se hoxha i ska gjë. Nuk e thoshin, e dishin që çfarë po thot, po themi, dhe nuk e luajshin. Më lirshëm ka qenë zonat periferike nëpër fshatra, sidomos fshatrat e Veriut, ka pas raste që u mblidhshin në vakt Ramazanit, edhe faqin teravim, çeftas, kuptat asnjëherë haptas. Unë kam pyet edhe se kam marrë rreth 40 dëshmi për mënyrën se si e kanë rujt fen. Si e gjeshin për shembull, si e gjeshin që ishte Ramazan. Kam pas disa mënyra, po një nga mënyrat ka qenë o e merrshin vesh nga zëri i Amerikës që fillonte Ramazani, ose nga Radio Kairo. Mrishin me i kap, domethënë. Zëri i Amerikës ka qenë më i kollajshëm për me u kap. Radio Kairo nuk e di, po që e kapshin. Dhe kështu e kanë kuptuar që fillon Ramazani. Dhe fillojnë agjërojshin.
agjeroheshin ose ka pas edhe një rast ka qenë në Tiranë një nga këto ish medresistat e vjetra, ai bënte kalendar, dinte me bë kalendar, edhe ja u shpërndante. Me letra. Imsakijet. Bënte imsakien edhe ka pas diku aty te medrese ka pas një kinkaleri që rrinte ai dhe shkojshin njerëzit ai ja u bënte, ja u jepte, po gjithmonë në çeftas, jo haptas. Sikur drog sot me shit. Unë e kam bë dhe një shim te revista Kibla për kalendarët, kam has në 2 kalendar që ishin të vitit 60-61. Kalendar të vjetor ishin faktikisht dhe në bazë të atij kalendarit ato llogarisin për vitin 80-81 si do të ishte Ramazani kur i binte, qysh i binte etj dhe oraret se shishin se oraret pak a shumë nuk është se ndryshojnë të akshamit apo të me sa perëndimi tjetër është iftari. Po. Edhe këto i kanë qenë mënyrat çoheshin çoheshin herët, por ama i mbyllshin dritaret me batanie që mos të dukshin dritat. Por syfyr që haqin syfyrin dhe u bëshin gati gjatë ditës. Mos të dukën dritat. Po. Kurse një plak çame më ka tregu që ç'a bëjshin domethënë, punoheshin në ullishte tha. Punojshin në ullishte, po mend tash të bjeri Ramazani i verës, punojshin në ullishte, vape etj. Dhe këto brigadierët e sekretarët e partisë shkojshin i ruajshin dhe tha, unë ç'bëja tha, mesha ullin tha, pa bën mirë, i mesha edhe i majsha ngoj. Po nuk i pa i përtyp. Dhe kur vite i thoshe, jam të hongër ullin, thosha. Që mos kuptoj. Ose në Kavaj më kanë treguar që meshin zaje lumi, guralec të vegjël dhe i majshin gojë edhe thoshin kam karamele në gojë. E i kërcisnin nëpër gojë ato, nëpër dham ato dhe thoshin edhe është një rast me një xhaj, nuk po e themi emrin se nuk është se ai shkret, nuk është ka qenë ai figurë. Shkon drejtori i ndërmarrjes, to punojshin në ndërmarrjet e bonifikimit. Bonifikimi ka qenë zona fshatra të tërë, zona Mëngjesëqes dhe Kavajës, këto kanë qenë me knetzume. Dhe këto shkojshin zbraznin në ujërat, pra që ta pastrojshin për tokën. Po ama hyshin deri në mes, hyshin në ujë. Ishin punë vështirë, me ushujza, me ushujza janë që kur të ngjiten nuk çiten kollaj. Edhe vjen ky drejtori, kishte mur xhepat me karamele, edhe fillon na e thot hajën sy tim që ta shohun. Kisha hallë që të merrte vesh kush agjenonte apo kush nuk agjenonte. Edhe ja njënit e tjetër morën ato çetën se do thoshin. Agjerusi e merr karamele. Po e merrte, çfarë me dhunë është, dhunë po. Edhe vjen te ky xhaja, i marrin karamelet, i jep cigaren, ndizet ta shohë. Ky ja merr cigaren thot e fut në qeleshe edhe vjen kokë thot mas iftar. Mas iftar. Si e tha mas iftar? Nuk pyesun, unë jam musliman, thot, unë jam me shahadet në gojë, nuk do me ditur, unë kam iftar. Po jo se në partia ka thonë kështu, kam bëu unë për partinë më shumë se sa ka bëu partia e tregon në 2 raste që e kishin ndihmuar Lëvizjen Nacional Çrimtar me sa duket në asaj kohë. Edhe nuk i bën mbledhje, bën gurgulet madhe që si agjeron ti, si ashtu, mirë po ky nuk u dorzu. Bilet si i shkoi në mbledhje, u ulën aty në saf të parë. Që aty edhe me i palë të smija të mëdha qëllimisht edhe bën tërhiqte të spit aty. Tu i tregu këty në nuk ka më shumë. Allah e mëshiroft. Gjyshes time për shumë rahmet ku i ka rënë shpirti, ka patardh një herë në vakt të iftarit. Edhe siç ishte gjithë ditën e lodhme isha ul aty te dera e shtëpisë dhe po pinte duhanin. Se ai thot ky kryetari i frontit, oj munde, i thot, se Mahmude ka pas gjyshe, oj munde, thot, a cigarja e iftarit është? E thot, ja, s'desh me u konfrontu, ja, i thot. Thuj drejtën, tha, a cigarja e iftarit është apo jo, i thot. Dhe thot, po, i thot. Po Enver Hoxha s'ka thonë për ne pleqë, ka thonë për ato 3, po hik tham lera hati, edhe nuk e lujti me thonë drejtë. Me dhe bukur për shumë, kur vishin Bajramet, ka një histori, se kemi qenë vegjël atëherë, edhe vitën Bajramit, dita Bajramit, paka shumë i dishin to,
Bajrami I parë bën tepsin me bakllave, bën gjyshe ime, e pjekin e përvlojnë e sjellin në shtëpi. Mi po ishte ndalu komunizmi, flitet për 75-ën, 76-ën kjo vit. Kur e sjell në shtëpi, i thot vllai im, i thot nana, i thot ç'a është kjo baklava, i thot ç'a e ke bë, thot ç'a se bebi. I thot kam ditëlindjen, i thot. Ne gjyshe ime se feston ditëlindjen, po. Kam ditëlindjen, i thot. Mirë, thot. Qefi madh me hëngur baklava. Domethënë edhe baklava e ndaluar në komunizëm. Në komunizëm. Tash mbas 2 muajve erdhi Bajrami tjetër. Po. E vjen Bajrami tjetër, prap bëhet baklava tjetër. Ditëlindja tjetër. E kur vjen në shtëpi i thot vllai im o nana, thot ç'a është kjo baklava? Kam ditëlindjen nana, i thot. O nana, po ti tash sa e kishe ditëlindjen, i tha vllai im. Nana nuk e di mirë, tha. Se alla turka, se alla franka nuk e di mirë, tha, po ne bëjmë ditëlindjen, i tha. Besimtarët musliman kanë përjetuar edhe humore gjatë kësaj dhune komuniste anti-islame. Kanë kalu. Por në ngjarje tjetër se u kënaqa duke dëgjuar ngjarje me përjetimet e besimtarëve gjatë komunizmit. Nëse të kujtohet. Një pjesë e këtyre hoxhallarëve, një pjesë e madhe hoxhallarë ka qenë në nënvëzhimin e sigurimit vazhdimisht edhe ju çojshin njerëz që I testonin. Edhe ka për shumë kujtojmë për një rast që kanë Ramazan Rushekun, ka qenë nën kryetari I komunitetit musliman mas 90-s ai. Edhe kam lexuar dokumentat që thoshte shkoshin e pyesin, domethënë, kishte thënë ky me drejtë, kishte thënë që partia e gjithë punën I ka bërë mirë, por ndalimin e fesë nuk I ka bërë gjë. Edhe përshkrimi ishte që këto nuk kanë vënë mend. Pra nuk kanë ndryshuar fare. Edhe flitet për një tuf ish medresistash. Se medresa e Tiranës pavarësisht se u sulmu, po mbriti me qit një brez hoxhallar të cilët e morën stafetën pastaj mas 90-s dhe e ngritën komunitetin musliman bashkë me Hafiz Sabri Koçin. Kuptohet që nuk ishin në lartësinë e mësuesve të tyre, sepse mësuesit e tyre Hafiz Dalliu e Haxhi Mahmud Dashi ishin që merreshin vesh nga tefsire, kishin bërë tefsire, ishin njerëz që kishin kurrikulën e tyre, atë CV-n e tyre e kishin shumë të pasur nga ana pedagogjike. Mirë, po këto ishin parët që e ngritën dhe I dhanë jetë në islamit për ta rikthyer edhe një herë, domethënë mas 90-s. Ka qenë vazhdimisht për të kontrolluar. Testoheshin, bëheshin raporte, dhe unë I kam lexuar këto gjëra, dhe jo vetëm Ramazan Rusheku dhe emra të tjerë që nuk janë shumë të njohur sot janë bërë për rahmet pjesën më e madhe të tyre, po ju rishin nga mrapa këto të sigurimit ashtu. Siç e thash, më të lirshëm kanë qenë në përfshatrat e larta, sidomos. Aty ku s'ka të portë. Biles edhe biles bishin dakord që pa në heshtje, vet brigadieri thoshte merrni dashin edhe tash preheni, thoshte, se kemi festë. Po pa etiketuar që çfarë feste që kemi, po edhe bëjshin Kurban Bayram për shembull që I bite kurbanit. Ose gjëra të tilla të ngjashme, po. Edhe kjo çështje e baklavave që sidomos kur kishte Bayrame, domthon furrat kishin patjetër baklava e shtohesh numri baklavave, megjithëse ishin shumë keq nga gjendja ekonomike, po njerëzit ato që ishin besimtarë, kuptohet, bëjshin çmos me festu me një taftë mirë, me një drekë të mirë, me majtën edhe Islami u rujt shumë në zemrat e njerëzve. Më kujtoj për shembull një rast që ka treguar Hafiz Sabri Koçi vetë që agjironte në burg me një domate. 24 orë, domethënë me një agjirim tamam siç e ka bërë profeti sallallahu alajhi wasallam që ka këshilluar që ju nuk duhet ta bëni. Pra me një herë vetëm me iftar, ai e ka bërë. Ashtu e rujti Zoti, e qiti gjallë, e qiti edhe faqe bardhë. Se e nisa ta them edhe këtë gjë domun për Hafiz Sabrin, I vun akuzat dhe ai nuk I pranon në asnjë moment në hetuesi, megjithëse e torturon, megjithëse ashtu bëri çmos e çoi deri në gjykatën e lartë, e apeloi vendimet e gjykatave, vetëm që mos ta pranonte në asnjë sekond që ai ishte hajdut, ashtu doishin ta etiketojshin ato.
Po, dhe po. Do të patjetër që ta poshtroheshin se kjo ishte karakteristike e këtyre që mirë që të fusin burg, po doishin edhe të poshtroheshin. Me të poshtruar shpirtërisht domosdoshmë. Interesant. Do shta me fol pak për figurën e Enver Hoxha. Enver Hoxha ka qenë djalë Hoxha, apo jo? Po. Babai i ti, a ke studiu kush ka qenë çfarë Hoxhe? Shiko, nuk ka një CV të qartë domethënë të babait, Halile kam pas qujt, Mulla Halili e thrisin në gjithë. Halili, po. Po. Ka qenë shumë njeri i butë, njeri i mirë, siç e tregojnë ato bashkosit. Nuk e ka dashur birin se Djali ka dalë Kastravec. Kastravec. Fatkeqësisht domon para se të vdiste Enveria do gjithë librat, ja shkatroi gjithë bibliotekën. Tu qenë gjallë baba dhe edhe e vujti shumë domon këtë pjesë domon që i biri ishte i pari vendit dhe nuk u soll mirë as me babën e vet, nuk është. Ka figurë domon me të vërtetë që ka të lë shije të keqe, të djegësh librat e babës dhe të japësh një mundim babës tat para se me vdek, një burr i vjetër mosh. Ç'a pritej për atë? Ç'a mund prisje për atë më tepër? Që ishte njëri që falte 5 vakte, ishte i dhënë mas leximit të librave. Domethënë Hoxha baba i Enver Hoxha ka fort 5 vakte namaz. Po. Ai Hoxh normal. Ka qenë i mirë, asgjë fjalë të keqe për atë. Nuk ka në fjalë. Historia nuk thot asgjë të keqe. Nuk ka në gjë. Edhe për nënën e tij. Fatkeqësisht nënën më pak flitet për nënën e tij, nuk ka të dhëna të shumta. Po. Sepse ai nuk i ka thënë, nuk tregonte për familjen e vet. Ka qenë një parim në kohën e komunizmit që po të ishe i varfër ishte familje e mirë. Kurse familjet pasanike të gjitha që ashtu që ishin atë u luftuan edhe u shkatruan. Domethënë qofshin familje fshatare apo të qytetit, domethënë u pan me rezerva nga regjimi dhe u shkatruan të gjitha familjet dhe varfëria prandaj dominoi shumë në gjatë kohës komunizmit. Kemi qenë shumë të varfër. Domethënë një varfërie ekstreme ka qenë. Ka përjetuar disa periudha të mira gjatë kohës të valës parë që u rregulluan me Bashkimin Sovjetik se ato sollën ndihma të mëdha edhe me kinezët, po ashtu marrun me kinezët. Shqipëria ka përjetuar edhe çështën e bukës goje se kanë përjetuar. Fshatrat domethënë kanë qenë në gjendje jashtëzakonisht keqe, mundoheshin të vishin në Tiranë të blejshin ai bukë, nuk i lejshin me hyrë në Tiranë për me marr bukë. Thonë Vujtje e madhe. Mësim është kjo interesant, domethënë baba Hoxh, djali mund të bëhet aq i keq sa që të shpall shtetin e vetëm në botë ateist. Shiko, Enver Hoxha nga leximet e mia, ose kam lexuar një pjesë të madhe të veprave të tij, qoftë tistët, se ne detyroheshin edhe në atë kohë. Kemi pas mësuar në marksizëm, në orën e marksizmit. Të tistët, vitet e vegjelisë, që isha me kujtime, nuk flet shumë për prindërit e vet. Nuk flet. E ka njoft shumë mirë Islamin. E dinë se ç'a është Islami, abdesi, këto të gjitha i dinte. Edhe vllazërimin musliman, edhe kalifatin, e gjitha i dinte këto lloj problemesh. Dhe ka qenë shumë i betuar në këtë drejtim për ta luftuar. Se e shifte si ideologji rivale. Pra, ajo që ne sot themi akide islame, ai e ka pa në anën e kundërt me akiden e vet, në akiden marksiste. Po nuk mund të ishe marksist po të kishe akide islame. Pra, ai e ka luftuar shumë bukur. Ka ditë pikat e dobta në një takim në Peshkopi me ato kreat vendor, ato siç ishte koha revolucionare me zotime, shkun nisën me prish minare, nuk e prishën dot, edhe tha ky thash me çfarë zgjuar që tha qitjen minaret nga zemra, tha pastaj prishin minaret. Ashtu ka thënë Enver Hoxha. Po, ka qenë Sul Baholli, asaj kohe sekretar partie në Peshkopi. Edhe fatkeqësisht nga historia është që ai që e prishi minaren, një djalë që e prishi minaren më në vitit vdiq. Edhe e gjithë Peshkopia e tregojshin me gisht, e thoshin që vdiq sepse e prishi minaren. Personi i cili e prishi minaren në Peshkopi
Brenda vitit. Hypin minare ai dhe filloi të utalë, të bë si me demek sikur po thriste ezanën, nuk e di, domethënë bëri gjeste të pahishme. Aty edhe më pas u prisht. E prishi. Ajo që njihet si xhamia e Teqës sot. Po, e prishi minarën. Jo, ai vetë. Po, një ndër iniciativë. Ai ideali ai vetë vdiq mërna vitit. Edhe i gjithë peshkopia thoshte që ai për atë punë bile se atë një rast tjetër, tash kjo ka të bëjë me kishat faktikisht në Berat më kanë treguar kur se un kam qenë ushtar në Berat. Dhe na tregojnë ato që një person i minoriteti themin sot Jev. Shkoj me prishim atë kishën e Goricës. Vuri kazmën i parë se nuk shkojshin njerëzit me prek, pa respekt. Po. Kalojshin është çik i dhujtaria që ke parasysh që muret, por njerëzit gjithmonë kanë pasur respekt për vendet e kultit dhe kjo duhet vlerësuar në këtë prizëm, jo absolutisht. Jo në një prizëm tjetër. Ai mbrëna javës ka vdekur edhe ai, thoshin gjithë në Berat që ai vdiq se preku kishën. Kishë ortodokse apo katolike? Kisha ortodokse. Qartë. Se Berati ortodoks është, nuk ka kishë. S'ka kishë katolike. Dhe gjithë Berati ashtu thoshin, domethënë që ai për atë punë ashtu. Domethënë e ka dënuar Allahu aty për atë. Po, se Allahu në Kur'an e thotë që mos i prekni kishat e xhamitë e sinagogas, se janë vende ku përmendet emri Allahut në fundit, domethënë. Po, është interesant. Ka shumë histori, ka në Saran, për shembull, i kanë përzon, kanë shku këto grupet e gatshme të rinisi, kanë shku te kisha, i kanë përzon 2 gra, i kanë hyrë, i kanë rraf. Kam lexuar raportet. Është edhe rasti i xhamisë e Tembeut. Xhamia në shesh të Tiranës. Po, mua kanë treguar një ortodoks është ai, nuk është në figurë një, po më ka treguar kanë shku një grup të rinj për me e prish. Po për fat ka qelluar që aty ku grup të rinjësh nga komunizmi, nga shteti. Po. Ta prishim se tash i ka dita me i prish xhamitë të gjitha. Është qartë. Po aty afër, aty ku është kalaja sot, që është kalaja e Tiranës, që një sot aty ka qenë instituti i monumenteve. Dhe aty ka pas punuar në atë kohë profesor Aleksandr Meksi. Ish kryeminist apo? Po, ish kryeminist, i cili është marrë me studimin edhe të xhamive dhe edhe të kishave, po edhe xhamive, ka qenë atë kohë është marrë shumë me xhamit profesor Meksi. Edhe e kanë marrë vesh, kanë shku. Profesor Meksi i ka ndaluar, ka thonë që kjo është monument kulture, nuk mund ta prekni, diçka e tillë. Ka sa justifikimi, ka thonë që shkojë në komitetin ekzekutiv, ka qenë diku aty afër, domethënë aty ku është muzeu sot, muzeu historik. Edhe ka dash zoti i ka kthy mrapsh, domethënë. Ato edhe ka shpëtuar edhe se ka dash edhe xhaminë e Tembeut me shkatërruar. Po, subhanallahu. Ka shumë histori kështu domethënë që kur kujtohen sot domethënë që unë jam munduar që ti shkruaj domethënë që të mbeten duhet patjetër duhet të mbeten. Madje kam një libër tash që shpresojmë që ta nxjerrim, ta botojmë, dhe aty tregoj edhe historikun se si kanë shkatërruar xhamit në mënyrë sistematike, qysh nga viti 48, ose i kanë marrë i kanë konsideruar, unë i them ndryshim destinacioni. Pra i kanë marrë xhamit edhe o i kanë bërë magazina, o i kanë bërë në Vogopol e kanë përdorur edhe për spital, por si tip infirmerie mos tepër se spital. S'mund t'i themi. 48 është rasti i parë që hasin dhe pastaj në vazhdimsi, për shembull, një xhamia aty ku është qendra e Korçës sot, gjëja do bite urbanizimit, do bëhet urbanizohet dhe prishën xhamin qëllimisht ato. Aty ka pas një xhami të vjetër osmane, kuptohet? Edhe sot e kësaj dite Myftinia nuk e di ka diçka janë mundu ta marrin. Dëm problem. Po, kur rro komunizmi, ti ke qenë i ri apo sa? Po, 27 vjeç, 28 vjeç. Na trego pak si rifilloi feja islame në Tiranë. Në Tiranë ka qenë një ditë e jashtëzakonshme, ka qenë xhuma, faktikisht në atë kohë nuk kisha filluar me u fal. Po thjesht, kishim atë vetdijen që jemi musliman, më tepër se sa namazin e pata lexuar në disa libra të vjetër, po u tremën ato njerëz të shtëpisë dhe tetezja pata gjetë
librin ishte tamam ilmi hal me mësu si me u falë me këto. Ilmi halli. Bazën e. Më kujtohet shumë që kam qelluar ditë aty, kemi qenë kur u rihap xhamia e Tembeut, 18 janar. Ke qenë aty? Po, kam qenë aty mrena në xhami. Këto kishin fillu, jo këndojshin me vlote, jo këndojshin Kur'an, aty gjithë Tirana mbledh aty mrena. Një rëmuj, një papë, se gjithë do ishin mrena, se a thush se çfarë kisha aty brenda, një sallë zakonshme faljen, e sot tash e shohim me kështu. Po atkonin na duqi diçka jashtëzakonshme. Me 25-26 vjet në isha shiriti i film, ne nuk dishim se ç'a ishte. Nuk dishim ç'a dallimi, ne dishim që kemi pas teqe, kemi pas xhamia, po se ç'a ishin teqe e xhamia ata. Askush nga ne brezi im paktën nuk di më se jam i 67-s, fiksi shtatori 67-s. Nuk dishim, hym rrat, njerëzit vishin, hyshin, dilshin, mi po bën pengesë. Se kjo është e lezetshme. E ç'a bëjnë? Nuk e di kush ishte ai personi, po me një berret zez, me kapele të zez dhe me një mjekër të madhe. Ai del me një Kur'an në dorë, gjithë to që mund nga mbrapa, ata e ta marrin ata në krah, e ngrihen, ra qefi mod. E to shëtit aty në shesh ato. Ai shkreti. Këtë ka ama këto hoxhallar tonë, alhamdulillah, Allah i shpërblet. Kush ka qenë Xhavit Ali Mehmeti e disa tjerë, domethënë Ramazan Rësheku kënojshin Kur'an e tjerë dhe i lam rahat, po themi. Që edhe ato ta kryeshin aty, u fal xhumaja ditë mos gaboj xhuma ka qenë. Nuk kaq më me po edhe diçka interesante kanë qenë të ashtu quhetat bashkime profesionale, kanë qenë sindikatat për që i themin e sot. Edhe kishin po ta shohësh fotografinë, është një fotografi që qarkullon nga lart, e pam me armë nga lart. Po. Bardhëzi është faktikisht. Po. Janë dhe autobusat aty. Tash çka kishin bë këto për me prish këtë ditë, i kishin çuar autobusat aty dhe i kishin dhënë urdhër tyre tash kur ato të fillojnë të knojnë Kur'anin, nuk e di të bëjnë ceremoninë e tyre, këto të fillojnë të bishin borive për me prish ceremoninë. Mi po desh Zoti dikush nga që ishte pjesëmarrës aty, na ka treguar profesor Gimi, Agim Bardhi, ish profesori i medresës Tiranës për historinë, një njerëz shumë i nderuar, i respektuar, është shoqërisë e kemi gjallë. Allah e ruajt. Amin. Këtë na e ka treguar edhe dikush nga ata i shkojnë dhe këto i thonë aman mos na i prishni ceremoninë, edhe u morën vesh dhe jetën gjuhën, dhe atë ditë shkoi shumë mirë, si thosh, po themi, ditë e parë e rihapjes. Rihapjes xhamisë, xhamisë të Tembeut. Roald, si e kishe komentuar dashurinë ndaj Enver Hoxhës nga shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë, nga disa, kuptohet pak ja. Jo, këto janë njerëz aty, vllajim, këto janë njerëz viktimat të propagandës komuniste. Duke qenë se këto janë vetë komunista njerëz në radhë parë. Me sa kanë paun. Qoftë në sidomos tot Ferizaj që janë. Po Ferizaj po ato shoqat kanë. Ato janë komunista. Dhe janë jo komunista, po janë enverista. Prandaj ato kanë një dashuri të madhe akoma edhe sot e kësaj dite. Ajo dashuri do mbyllet vetëm kur vdesin këto rob. Është bën një propagandë e madhe, më tregote ishte jurista ime, edhe kishte marrë për juridikun këtu në Prishtinë. Thoshte kam udhëtu deri në Lipjan, kam fshu 3-4 orë në kombe pa varrimin e Enver Hoxhës, thoshte. Sepse ashtu ishte kriju ideja. Duke qenë se ne nuk kishim kontakte drejt për drejta. Ato nuk e dishin se çfarë ndodhte këtu. Faktikisht ne ishim krejtësisht varfër, ndërkohë që nga shqiptarët e Jugosllavisë kanë dalë në perëndim, qyshin në vitin 70. Ne ne nuk shohishim dot në Dibër të Madhe. Ne nga Peshkopia në Dibër, që është në vija ajrore 1 kilometër, as 1 kilometër duket me sy. Dibra natën, Dibra e Madhe, ne nuk shohishim dot. Pra, kemi pas një shkëputje dhe propaganda e madhe krijoi një dashuri të rreme për Enver Hoxhën, sikur ky ishte udhëheqësi i vetëm i cili do ta shpëtonte qoftë Kosovën apo qoftë edhe Maqedoninë, shqiptarët e Maqedonisë. 81 ka qenë një moment, domethënë kam lexuar goxha në këtë drejtim. Ka pas një lëvizje që ishin marksist-leninistë faktikisht, por që
ishin me pikpamje më tepër staliniste, po themi, dhe që ishin më pranë Enver Hoxhës dhe që u mundun të bëjnë diçka kundra regjimit të ish Jugosllavisë. Dhe kjo ndikoi shumë në këtë mentalitet të ngurtë që ne e shohim edhe sot të lloj njerëzish që nga tash nga komunizmi duan me kalu me u konvertuar në fenë të parëve që ka qenë krishterimi, që kjo është një sa mbet kjo lëvizja e Deçanit. Sa ato ashtu janë komunista, nuk janë më të mirë se sa këto, po. Po, ashtu është. Kjo është ajo pak a shumë që Ronald, deshte të pyes edhe për politikën momentale në Shqipëri nëse mundet, ose nuk don. Po, Për figurën e Edi Ramës deshte të pyes, se ju jeni nga Tirana dhe e dini këtë punë më mirë. Shpesh ndodh që Edi Rama të poston hadithe, ajete e Kuranit, fjalë të mira për Erdoganin, fjalë të mira për fenë islame. Si e kishe komentuar? Këto në kuadrin e propagandës më tepër nuk kanë lidhje, nuk ka shumë. Ato dikush që i përgatit ato gjëra, sepse janë hadithe të posaçme. Shumë ai ka përdor hadithin e Ebu Dherit mos gaboj, që ka thënë edhe sikur ta kesh një fidan në dorë dhe pret që të bëhet hadithin e transmetuar nga Ebu Dheri mos gaboj. Po. Thumë mund nga bëjtë, nuk jam fort i sigurt, e përmendin në Baku këtë, në takimin që u bë, një takim që me dhe me për çështjet e klimës që ishte, atëherë ti mbillë edhe sikur të bëhet kiameti. Pra nuk është sa i e njeh kontekstin e hadithit ato, dikush ja ka përgatit fjalimet dhe ai thjesht e lexon. Nuk sepse ai është ai e dihet që është i pakzuar. Nga pikpamja fetare ai ka fenë vetë, di vetë ai çfarë fe ka, është puna e tij. Kjo s'po na hyn fort në punë, kështu që janë disa njerëz që janë pranë tij që janë besimtarë dhe që mundohen për me thy mentalitetin islamofobik që ekziston sidomos te pjesa e Partisë Socialiste. Dhe kjo gjë është shumë e theksuar te pjesa socialiste, se ato janë trashëgimtarë e një mentaliteti ateist. Por sot me zhvillimet demokratike, pra që nuk mund të ndikojnë dot te njerëz në këtë drejtim, atëherë janë kthyer në një, po themi, laik. Pra nuk kemi fe, po aty e nxjerrin që janë kundra fesë dhe kryesisht janë kundra islamit. Kanë një islamofobi të theksuar. Ne kemi, për fat, unë kam punuar në këtë drejtim dhe kemi shumë dhëna që qoftë raporte, qoftë të ngjarje që kanë ndodhur qysh prej 2012 se këtej, domethënë edhe më herët ka pas shfaqje, po mas 2012 ka pas një shtim të islamofobisë në rangjet severitare që të jashtëzakonshëm. Nuk bëjshin dallim, mësuesit për shkak i thoshë ti je mulume, çdo ti këtu në shkollë, në gjimnazin ton, shko në medrese e mulume, sa ti pranohet mulume. Po ç'punë të prish ty, domethënë ajo është e mulume. Në vend që thosh shqyr që kjo e mulumja vjen këtu, po do më mësu në shkollën ton, e ti do ja ik shkolla atje. Kjo është islamofobia e pastër dhe e qartë, por që një pjesë e këtyre janë të pavetëdijshëm. Ka anën tjetër, ka një anë të mirë kjo. Domethënë që me këto thënie, me këto ajete këto e ka ul. I ka thonë vetë që qetësoni tash, mos u merrni shumë me këtë punë. Që edhe Erdogani, sepse edhe politika e Erdoganit, e tjerë që ka pas nevojat për nevojat e veta Edi Rama dhe Erdogani për nevojat e veta të pranisë vet këtu në Shqipëri, kanë deri diku pozitivisht që të rregullohet një farë mënyre. Madje një motra jon ka qenë edhe kandidate për deputete me Partinë Socialiste kësaj radhe, ne e përgëzojmë atë. Edlira. Edlira. E përgëzojmë për kurajën që pati, sepse nuk është e pakët të hysh në politikë. Në politikë është si me hy me i makinë mishi, ku grihet mishi, aty ashtu hyn, domethënë, atë grina, s'të grinë dot, pastaj është tjetër gjë. Po këto janë gjëra që ndikojnë për mirë, por efektin te kjo lloj kategori njerëzish, të cilët janë laik, po themi,
edhe janë të mbrojtur me një laicizëm të tepruar, është shumë e vështirë ti ndikosh, domethënë, që të kthen E qartë. dhe thjesht të respektojnë, na respektojnë dhe ne i respektojmë. Kjo është pak a shumë pjesa. I nderuari Roald, shumë faleminderit për pjesëmarrje, ishte kënaqësi të kem. Faleminderit edhe juve. Për fund, a ke për të shtuar diçka? Po jeta muslimanëve nuk është e lehtë në trojet tona. Unë i bëj thirrje që të jemi më aktiv në shoqëri. Dhe aktivizimi politik është na duhet. Por aktivizimi politik kërkon një durim të jashtëzakonshëm, sepse duhet të durosh edhe zullumin e tjetrit. Unë heci me një parim domethënë që është një hadith mos gaboj, që thot profeti sallallahu alajhi wasallam që muslimani i mirë është ai që i duron zullumin e tjerëve, domethënë, dhe mundohet ta durojnë. Ne tash po durojmë zullumin e tjerëve, po mundohemi dhe kjo shifet në politik, shifet në jetën e përditshme. Mirë, po shohim që muslimanët vazhdimisht kur janë me sjellje të mira dhe e reflektojnë islamin e tyre nëpërmjet moralit të profetit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë që fillojnë e zejnë vendin e duhur. Vetëm edebi, morali i profetit na sjell në terezi. Sepse ka morale të mira sot në shoqërinë, as që diskutohet, por edebi i profetit e bën dallimin ton nga kushdo. Dhe ajo e sjell edhe ndryshimin, sepse e bin tjetrin që me të vërtetë këto janë njerëz, ata njerëz që e sjellin ndryshimin, ata njerëz të mirë që duhet ta marrin në dorë këtë vend. Dhe shumë veta e kanë idenë në Shqipëri që po të ketë një 10-15 musliman në administratë që janë të ndershëm dhe janë të mirë, atëherë edhe Shqipëria, po ashtu, jo vetëm Shqipëria, po edhe Kosova, edhe shqiptarët e Maqedonisë me të vërtetë do të sillshin një ndryshim të madh. Nëse sillemi gjithmonë me edebin e profetit, por ndryshe pasaj, nëse ne bim prej një morali të zakonshëm, po themi, se nuk po themi të ulët, po një moral të zakonshëm nuk kemi shans me bërë ndryshimin. Ashtu. Ky pra ishte vëllai i dashur nga Tirana, Roald Hysa. Shifemi të martën e ardhshme.